Përshëndetje jetë që jemi në fshatin Muçaj në bashkinë e Vorës dhe si që shikoni këtu është katastrofë rruga. Gropa, ka 3 vjet që jemi ankuar në bashki. Bashkia thot do dalin fondi, kur fondet kanë dalë 3 herë. Dhe akoma nuk ka bo asnjë lloj zgjedhje. Shpresoj që inshallah do zoti boja, shqyrë si ashtu gropa. Ngelim duke qa goma dherë në 3-4 ditë. Ja shikoni nga vetë që është. Kjo është një pjesë e rrugës, është edhe rruga tjetër që lidhet nga shinat e trenit. Ja si është. Ja, oazi që shikoni. Tani është po drejtohemi drejt rrugës tjetër për shinat. Dhe është katastrofë. Kanalizime 0, shërbim 0. Vlerat jam 4-5 ditë, shqizja është po kavalet këtu. Ku shkën edhe një javë pa pastru. Si që shikoni. Si që shikoni dhe vetë, tu është ka bull me dhe thotë. Shumë keq. Tu është pasërisht asfalt, që është edhe rruga që shkon nga shtëpia e tretë e kryetarit të bashkisë, është shtruar në asfalt, çdo gjë është okay. Deri te kjo rrugë këtu që rroth kjo firma që kemi një firmë këtu që e ka shtruar me fondet e veta, se për fondet e bashkisë kishim kryer punë. Ju falenderoj.